Policia e Vlorës ka arrestuar 29 vjeçarin Granit Pepkina, së bashku me një person tjetër 31 vjeçar të dyshuar si organizator të një skeme mashtrimi përmes call centerave që kishte në shënjestër qytetar të vendeve në Bashkimin Evropian. Arrestimi u bë i mundur në një vilë në zonën e Dërmiut, ku Pepkina dhe 31 vjeçari fshiheshin për t'u shmangur policisë. Në vendngjarje u arrestua edhe një 28 vjeçar i dyshuar se u kishte ofruar strehim dhe ndihmë dy të kërkuarve. Gjatë operacionit policor të koduar rrjetet në banesën ku qëndronin të dyshuarit, shërbimet e policisë sekuestruan një armë zjarri pistolet si dhe një sasi lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa. Sipas hetimeve, dëmi financiar që dyshohet se ka shkaktuar Granit Pepkina arrin në rreth 50 milionë euro të përfituara përmes mashtrimit të qytetarëve në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. 29 vjeçari ishte shpallur në kërkim me vendim të gjykatës së Tiranës, e cila kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë të arrest në burg. E njëjta masë sigurie ishte caktuar dhe për 31 vjeçarin. Të dy akuzohen për mashtrim përmes skemës së call centerave. Më herët, gjatë një operacioni të zhvilluar në Shkodër, policia goditi një tjetër rast të kësaj skeme mashtrimi. Në aksion u arrestuan 4 persona, ndërsa 61 të tjerë, kryesisht punonjës të call centerit, po hetohen në gjendje të lirë.